Edhe pse një ish adhuruese e Edi Ramës në kohën kur ky drejtonte Bashkinë e Tiranës, e ardhur nga Kanadaja për të bërë karrierë pa çka se nuk kishte asnjë lidhje as me shëndetësinë as me qendrën e vetme universitare spitalore në vend QSUT, Angela Paparizo nuk i mbijetoi më shumë se 17 ditë postit të drejtoreshës së këtij institucioni. Krahasuar me paraardhësit e vet, Angela theu rekord. U emërua më 23 shtator, dorëzoi dorëheqjen në tavolinën e ministres së shëndetësisë më 10 tetor. Lajmi po mundohet mbahet sekret. Paparizo si është refuzuar dorëheqja dhe shefja e saj Evi Sala po bën pamundurën ta mbajë dhe të mbulojë skandalet që kanë detyruar Paparizon të marrë këtë vendim. Para saj, ish drejtori Florence Spaha u shkarkua vetëm 2 muaj pas marrjes së detyrës. Ish deputet mjek në profesion, Florencin me reputacion relativisht të mirë e përzuri me arrogancë ministria e re. Arsyeja, nuk ishte ndërmend firmoste dosjet që Kociu i kishte lënë peshqesh dhe që Sala kishte hyrë garant ti mbyllte. Para Spahos edhe mjekja tjetër Donjeta Bali nuk e ka përceu 2 muajshin në drejtimin e QSUT-s. Ndryshe nga Florenci, Donjeta u dërhoq pas një sherrri të rënd me ministren, e cila kaloi deri në fyerje kundrejt mjekes. Para Balit, edhe Almacani gjithashtu nuk pati një karrierë as të lavdishme as jetë gjatë në atë institucion, iku pander dhe me frikën se ndoshta dikush ja kishte futur ndonjë shkresë për firmë pa mendje. Pra, çfarë po ndodh në QSUT? Staf mjekësor e pacient thonë se ky është mallkimi i QSUT-s. Ajo çfarë thuhet tjetër me siguri në korridoret e këtij institucioni është se të paktën 4 drejtorët e fundit kanë refuzuar të firmosin kontratat e dorëzimit të 2 objekteve të rëndësishëm të ndërtuar me fondet buxhetore, godinën e kardiologjisë dhe atë të psikiatrisë infantile. Refuzojnë sepse projekti ka devijime nga plani i miratuar dhe marrja në dorëzim në Kupton Burg. Po sa mirë sikur të ishte vetëm kjo arsyeja. Loja që po luhet në QSUT është shumë e madhe. Dhe nëse Edi Rama me ministren e re të shëndetësisë ja dalin të bëjnë realitet planet makabre që kanë për këtë sektor, do të shënonin fundin e këtij shërbimi për çdo shqiptar. Ajo çfarë pritet nuk janë vetëm abuzimet me 2 godina spitalore. Mbi të gjitha janë 2 kontrata koncesionin që parashikojnë të nxjerrin në faliment shtetin dhe të fusin në rrethin e mafias spitalore çdo lloj shërbimi për të cilin shqiptarët paguajnë. Më saktë pritet të ndodh fundi zyrtar sepse tani më QSUT si viktima e fundit e këtij regjimi jo zyrtarisht ka vdekur me kohë. Prandaj dhe drejtorët e QSUT se marrin postin me dëshirë sy të madh për të bërë karrierë para, por e lënë shumë shpejt. Së pari sepse nuk u mban më të firmosin me sy mbyllur dhe së dyti sepse sado i madh Oreksi i ka zënë mallkimi i QSUT-s, jo më kot është pakzuar kështu. Sepse i zë mallkimi i mira pacientëve me kancer që nuk marrin dot një kimioterapi që mjekët e japin privatit ashes. I zë mallkimi i të gjitha grave që shohin zemërthyera, reklamat e konkubinave të Edi Ramës në këtë tetor roz, por vdesin pa pasur as mundësitë minimale të kurimit. I atyre që nuk bëjnë dot një analizë sepse duhet ta paguajnë tek privati, i atyre mira pacientëve që u kushtojnë familjeve të tyre miliona, sepse spitali nuk u ofron as shtroja, as buke, as ilaçe. I zë mallkimi i miliardave që po han Allaj Bejt & Co, Janis Karathano & Co, mafia e krimit & Co, i zë mallkimi i të gjitha atyre mjekëve dhe infermierëve që kanë marrë familjet e kanë ikur, duke mbyllur shtëpitë duke lënë pas pleqe plakat vetmuar. Karma është një ligj natyre dhe sado që Edi Rama i ka mbyllur syt me pushtete nuk mendon më për asgjë përveç se për kultin e tij. Mallkimi i të gjitha atyre që u kanë ngrënë jetën një ditë të azër, atë dhe të gjitha politiko prostitutat e tij.